Sipas rezultateve të fundit, pasi u numëruan më shumë se 99% të votave në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 49.3% dhe është në vendin e parë me një mundësi prej 56 nga 120 mandate në Kuvendin e ardhshëm të Kosovës. Pas tyre është Partia Demokratike e Kosovës me 21% dhe 23 mandate, Lidhja Demokratike e Kosovës me pak se 13.5% dhe 15 mandate, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbi 5.5% dhe votave dhe 6 mandate, ndërsa Lista Serbe fitoi pothuajse 5% të votave dhe 10 mandate. Numërimi i votave për deputet filloi sot në mjediset në qendrat e numërimit komunal. Kryetari i Listës Serbe Zlatan Elić shpalli fitoren e partisë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare mbrëm vonë dhe tha se sipas rezultateve paraprake të bazuara në votat e komunitetit serb, Lista Serbe fitoi 90% të votave dhe 10 mandate parlamentare. Ai theksoi se krahasuar me rezultatin e shkurtit, kjo është 3.000 vota më shumë. Ai gjithashtu theksoi se siç tha Albin Kurti edhe një herë ndihmoi Nenad Rashidin të fitonte një numër të caktuar votash, prandaj duhet të presim rezultatet përfundimtare të Komisionit Qendror Zgjedhor, të cilat do të konfirmojnë numrin e mandateve të fituara. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përgëzoi listën serbe për rezultatet e jashtëzakonshme të zgjedhjeve dhe theksoi se populli serb tregoi se Serbia është vendi i tyre. Lista serbe me fishek zjarre fitoi fitoren e saj në komunitetet serbe në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Graçanic. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti shpalli fitoren në zgjedhjet parlamentare dhe njoftoi se dëshiron të mbetet në pozicionin e kryeministit. Në konferencën për shtyp, Kurti falenderoi qytetarët dhe theksoi se u mbajtën zgjedhje shembullore të drejta demokratike dhe të lira dhe se Vetëvendosja arriti fitoren më të madhe në historinë e Kosovës. Kurti theksoi se synon të bashkëpunoj me opozitën sepse është e nevojshme që Kosova të miratojë më shumë marrëveshje ndërkombëtare, gjë që kërkon një shumicë prej 2/3 në parlament. Sapo të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve, parlamenti duhet të konstituohet shpejt dhe më pas të formohet qeveria. Nuk kemi kohë për të humbur, tha ai. Kryetari i Këshillit Parlamentar për Mbrojtje dhe Siguri Milovan Drecun beson se Albin Kurti nuk do të heqë dorë nga politika e tij antiserbe, por do të përpiqet të pengojë listën serbe të përdor kapacitetin që mori nga 90% të votuesve nga komuniteti serb dhe ta bllokojë atë politikë antiserbe në institucione. Kurti do të përpiqet të pengojë listën serbe kudo që të mundet, veçanërisht nëse e shtyn Nenad Rashidin në parlament. Ai tani ka atë kockë në fyt kthimin e serbëve në institucione në 4 komuna në veri, por qëllimi i tij kryesor është të krijojë kushte që pjesëtarët e FSK-s të vendosen përgjithmonë në veri dhe të marrin marrëtimin e KFOR-it për këtë, tha Drecun. Politologu Ognjen Gogić vlerësoi se përshtypja themelore pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare është një fitore bindëse e vetëvendosjes, të cilën siç thot ai askush nuk e shpresonte. Gogić theksoi se fitoria bindëse e vetëvendosjes nuk është lajm i mirë për komunitetin serb. Bashkëpunëtori i lartë kërkimor në Institutin për Politikë Ndërkombëtare dhe Ekonomi në Beograd, Aleksandar Mitić, thotë se disa rrethana kontribuan në rezultatin e mirë të Albin Kurti. Disa prej tyre janë faktet që votuesit e ndëshkuan partitë opozitare. Data zgjedhje e zgjedhur qëllimisht dhe mbështetja e Brukselit për Kurtin para zgjedhjeve në formën e njoftimit për heqjen e sanksioneve kundër Kosovës. Analisti politik Artan Muhajiri tha lidhur me rezultatet paraprake të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, tha se opozita e Kosovës u dorëzua dhe i bëri një dhuratë të madhe liderit të vetëvendosjes
Albin Kurtit, i cili sipas mendimit të tij nuk e priste një fitore kaq të madhe. Dušan Radaković nga Qendra për përfarsimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut thotë se Kurti tani do të ketë një numër të mjaftueshëm votash për të formuar qeverinë, por ai pret që kriza e ardhshme institucionale të ndodhë tashme në mars, kur në rend të ditës do të jetë zgjedhja e presidentit të Kosovës, për të cilën kërkohet një shumicë prej 2/3 në kuvend. Moti nesër në Veri dhe gjatë ditës në pjesë tjera të Serbisë me vranësira kalimtare, ndonjëherë merreshje bore afat shkurt në Veri do të kthjellohet para mesdite, kështu që pjesa tjetër e ditës do të jetë me diell, do të jetë e ftohtë me erë të lehtë veri perëndimore. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga -5 deri në 0, kurse ajo maksimale ditore nga 2 deri në 6 gradë Celsius.